Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit. Thuaj, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime i takojnë Zotit të botrave. Andaj në këtë botë që është kalimtare, ti si besimtar dhe besimtare, je i mësuar nga Kurani që të zbatosh urdhën e Zotit, që është falja e namazit, dhe ku të jepet mundësia të presh dhe kurbanin dhe të bësh sakrificë vetëm për hir të Zotit të Madhërisëm. Andaj besimtarët janë ata që bëjnë vepra të mira, që i zbatojnë ato vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ata të cilët bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashtuna tek Zoti. Andaj na ka ardhur një mundësi e madhe në këtë muaj Dhulhixhe, që janë edhe 10 ditët e bekuara që të bëjmë sadaka, që të bëjmë punë të mira, por dhe të flasim mirë dhe të veprojmë mirë, si dhe të çojmë urdhën e Zotit në vend, që është namazi, por është edhe prerja e kurbanit. Gjithsesi me 27 maj 2026 është dita e Kurban Bayramit, ku bëhet dhe thirrja e kurbanit. Andaj gjithë besimtarët të bohen në fshatra, në qytete dhe kudo që jetojnë për të çuar urdhën e Zotit në vend, siç e çoi Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s., që Ibrahimi ishte Halilullah, i dashtuni i Zotit. Ashtu këtë urdhër e çoi në vend edhe vetë Muhamedi a.s. E ashtu na mëson edhe Zoti i Madhëshëm në Kur'an, pikërisht për në surën El En'am, ajeti i 162 me radhë. Pra ajeti 162 na mëson se ne duhet të falemi dhe të prejmë kurban për Zotin e Madhëshëm. Andaj, bëhu mirënjohës me të mirat dhe për të mirat që t'i ka dhënë Zoti. Selam aleikum.